Në Shkodër, shoqata e personave të verbër është përfshirë në një program të financuar nga Bashkimi Evropian, i cili synon integrimin e kësaj shtrese në nevojë në jetën e përditshme të shoqërisë shqiptare. Përfaqësues të shoqatës pohojnë se nuk mjaftojnë vetëm përpjekjet e personave të verbër, por nevojitet dhe mbështetja e gjerë e shoqërisë për këtë shtresë në nevojë. Korrespondenti i Zërit Amerikës Pëllum Sulo ishte në qendrën e shoqatës së të verbërve në Shkodër, përgatiti kronikën që do ndjekim tani. Një numër personash të verbër mlidhen çdo ditë në qendrën e shoqatës së tyre në qytetin e Shkodrës, ku marrin pjesë në veprimtari të ndryshme siç është mësimi i kompjuterit apo i gjuhës angleze. Prej më shumë se një viti ato janë pjesë e një programi të financuar nga Bashkimi Evropian për përfshirjen dhe integrimin e personave të verbër, programi i cili është shtrier në rrethet Shkodër, Elbasan, Vlorë dhe Tiranë. Kryetari i shoqatës së të verbërve për Shkodrën, Zefusha, thotë se përpjekjet e të verbërve për integrim në shoqëri janë të shumta, por ato duhet të mbështeten më shumë. Rreth 32 të verbër janë marrësim të lartë dhe shumë të tjerë janë në vazhdim të shkollave të larta, shkollave të mesme, si dhe të institutit të nxënësve që nuk shikojnë Ramazan Kabashi, i cili ndodhet në Tiranë. Kryesisht personat e verbër sot kanë nevojë që të për punësim, por shumë më tepër edhe për pajisje tiflo teknike që për ne janë shumë të pakta dhe një pjesë e mirë i dim vetëm nga emërtimi, pra nga emri se si quhen ato, por nuk kemi patur mundësi përdorimi për arsye të kostos shumë të lartë që ato kanë. Mësimi i gjuhës angleze dhe i përdorimit të kompjuterit duket si kanë tërhequr më shumë pjesën më të madhe të anëtarëve të shoqatës, pasi përmes tyre ata arrin të informohen dhe të komunikojnë më mirë se gjermësot. Kompjuteri për të verbët instalohet programi JAWS, është program zanor, i cili çdo gjë që del në ekran transkripton në audio. Duke i transkriptuar në audio të gjitha ato që dalin në ekran, ne orientohemi në të gjithë minutë e kompjuterit, jemi në gjendje të shkruajmë, të lexojmë, të bëjmë tabela, të hyjmë në internet, gjithë ato që bën një njeri normal. Kemi bërë 6 mësime, po vazhdojmë rregullisht. Ne e kemi të vështirë me shkruaj me braille, edhe regjistrojmë me diktafona, edhe një gjojmë. Po ka një interesim të veçantë, jashtëzakonshëm për mësimin e kësaj gjuhe. Për kryetarin Fusha nuk mjaftojnë vetëm përpjekjet që vetë të verbërit bëjnë për të integruar në jetën e përditshme, por sipas tij nevojitet më shumë mbështetje nga gjithë shoqëria për këtë shtresë në nevojë. Personat e verbër nuk kërkojnë lëmosh. Ne kemi më shumë nevojë për dashuri, për integrim, prandaj ata që komuniteti, njerëzit e lloje kategorive të ndryshme, pushteti lokal, pushteti qendror, biznesmenët të ndryshëm të jenë me afër personave të verbër dhe mesazhi im do të ishte të jeni me afër nesh, se edhe ne jemi afër jush. Shoqata të verbërve në Shkodër numëron rreth 700 anëtar të shtrirë në 14 komuna dhe 2 bashki, por vetëm një pjesë e vogël prej tyre kanë arritur të punësojnë në punë të përshtatshme për aftësitë e tyre të kufizuara. Për Zërin e Amerikës nga Shkodra, Pëllum Sulo.